SPA ka dërguar për gjykim dosje në ngarkim të mjekut të njohur kardiolog Edvin Prifti, i dyshuar se ka marrë rishfet për kryerjen e 7 ndërhyrjeve kardiake në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Mjeku akuzohet për korrupsion pasiv në disa raste, vjedhje duke shpërdoruar detyrën, fshehje të ardhurave dhe pastrim parash. Sipas hetimeve, Prifti dyshohet se ka përfituar rishfet mes të tjerash nga kryesekretarja e gjykatës së Krujës, Manuela Mallakuçi, për operimin e nënës së saj. Gjatë kontrollave në Banesë dhe Zyrë, SPA sekuestroi rreth 250.000 euro dhe 16 milion lek kesh. Hetimet zbuluan një skem të përsëritur përfitimit pa ligjshëm nga pacientët, ndërsa çështja tashmë do të shqyrtohet nga gjykata kompetente. Prokuroria e Tiranës ka dërguar për gjykim 7 persona të akuzuar për mashtrim të shtetasve të huaj përmes investimeve fiktive në bursën Forex. Sipas hetimeve, të pandeurit vepronin në bashkëpunim përmes një skeme të mirë organizuar në formë call centeri në ambientet e shoqërisë Ozar SHPK. Nga këshirja e telefonave dhe bisedave në WhatsApp, u zbulua se viktimave, kryesisht shtetas italian, u kërkoheshin shuma të ndryshme parash për investime të rreme, duke u premtuar fitime të mëdha. Në një rast konkret, një shtetas italian ka transferuar mbi 8.000 euro dhe më pasi është kërkuar sërish pagesë shtesë me justifikimin e penaliteteve. Prokuroria thekson se të pandeurit kanë vepruar me dashje dhe për përfitim pasuror, duke qenë plotësisht të vetëdijshëm për natyrën mashtruese të aktivitetit. Hetimet vijojnë edhe për raste të tjera mashtrimi dhe pastrim parash në bashkëpunim me autoritetet e huaja. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Vesel Koçekun 43 vjeç dhe Claudio Lisaj 20 vjeç, të dyshuar si autor të vrasjes së 20 vjeçarit Pavlin Preka. Krimi ndodhur më 20 shkurt në Guci të Re. Vendimi u mor pas kërkesës së prokurorisë, e cila theksoi se ndaj tyre ekzistojnë përgjime ambientale, një pjesë ende sekret hetimor që përbëjnë bazë të fortë dyshimi. Avokatët mbrojtës kërkuan lirimin e tyre duke argumentuar mungesën e provave direkte, ndërsa të dy të dyshuarit mohuan sërish çdo përfshirje, duke deklaruar se nuk kanë qenë në vendin e ngjarjes. Sipas hetimeve, motivi i vrasjes lidhet me një konflikt të hershëm për fejesën e viktimës me vajzën e mitur të Koçekut. Prokuroria dyshon se Lisaj e ka nxjerrë viktimën nga banesa, ndërsa Koçeku e ka qelluar për vdekje. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë ngjarjes që tronditi Shkodrën. Gjykata e apelit ka hequr masën e arrestit në shtëpi ndaj biznesmenes Elisabeta Dosti. Ky e fundit ishte lënë më herët nga gjykata në masën e sigurisë arrest shtëpie në ndyshimin se kishte përvetësuar dhe transferuar në mënyrë të paligjshme pasuritë e një shoqërie të privatizuar, duke përfituar mbi 1 milion euro ndaj aksionerëve të tjerë. Në njoftimin zyrtar, Prokuroria e Tiranës theksoi se ajo dyshoi për falsifikim të dokumenteve dhe pastrim të produkteve të veprës penale apo veprimtarisë kriminale. Pas vendimit të sotëm të gjykatës së apelit, Dosti u shpreh: "Nuk kam kryer asnjë veprim të paligjshëm, nuk kam përvetësuar pasurinë, nuk kam falsifikuar dokumente dhe nuk kam dëmtuar interesat e askujt. Çdo pretendim i kundërt ka qenë i pabazuar." Një 32 vjeçar është ndaluar nga policia pas një aksidenti në Sukth ku automjeti i tij u përplas me disa pemë. Pasagjeri psoi vetëm dëmtime të lehta, ndërsa drejtuesi i automjetit rezultoi i dehur dhe u arrestua. Verifikimet e mëtejshme treguan se i riu ishte në kërkim, pasi gjykata e Tiranës e kishte dënuar në vitin 2024 me 2 vjet burg për krijim skemash mashtruese me fatura fiktive duke i shkaktuar shtetit një dëm prej rreth 300 milion lekësh së bashku me 12 persona të tjerë. Ai do t'i dorëzohet policisë së Tiranës për veprime ligjore të mëtejshme. Një 49 vjeçar nga Korça ka rënë në prangat e policisë i dyshuar se transportonte mallra kontraband të futura ilegalisht nga Greqia. Në flagrancë u arrestua shtetasi identifikuar me iniciale VT, ndërsa u procedua penalisht një 40 vjeçar doganier në pikën e kalimit kufitar Kapshtec. Sipas policisë, automjeti drejtuar nga 49 vjeçari u ndalua në lagjen numër 6 të Korçës, ku gjatë kontrollit u gjetën veshje të ndryshme pa fatura shoqëruese dhe pa kryer procedurat e zhdoganimit. Hetimet dyshojnë se mallrat janë futur në Shqipëri në mënyrë të paligjshme. Për këtë rast, ky shtetas akuzohet për kontraband, tregtim dhe transport mallrash kontraband, ruajtje të tyre dhe fshehje të ardhurave. Ndërkohë, doganieri dyshohet se nuk ka ushtruar kontrollin e detyrueshëm në kufi. Dosja i kaloi prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme. Gjykata e Lezhës ka dënuar me një total prej 17 vitesh e 8 muaj burg 3 persona të përfshirë në kultivimin e bimëve narkotike në zonën e Kashnjetit. Mes tyre Armando Ndreca, vëllai ish deputetit të PS-së Eduard Ndreca. Armando Ndreca u shpallfajtor për kultivim narkotikësh dhe vjedhje të energjisë elektrike, duke u dënuar përfundimisht me 4 vite e 4 muaj burg,
ndërsa u shpalli pafajshëm për akuzën e prodhimit dhe shitjes së drogës. Dy të pandehurit e tjerë, Elvis Shpellzaj dhe Armel Nik Dukaj, u dënuan secili me nga 6 vite e 8 muaj burg për kultivim, prodhim e shitje narkotikësh dhe vjedhje energjie. Të tre përfituan ulje dënimi për shkak të gjykimit të shkurtuar. Ata u arrestuan në prill 2024 pasi kishin përshtatur një stan për kultivim kanabisi. Nga operacioni u sekuestruan rreth 3000 bimë narkotike, pajisje ndriçimi, ventilimi dhe sende të tjera që shërbenin për aktivitetin kriminal. Një 30 vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Gjirokastrës pasi u kap duke transportuar 51 kg kanabis me destinacion Greqin. I arrestuari është Nelson Pashka, i ndaluar në zonën e quajtur Shkalla e Zezë teksa lëvizte me një automjet tip Nissan. Gjatë kontrollit, policia gjeti 48 pako me lëndë të dyshuar narkotike kanabis sativa, të fshehura në një hapësirë të improvizuar në shasinë e automjetit, me peshë totale 51 kg e 25 gram. Në vijim të hetimeve u shpallën në kërkim Elidon Pashka, vëllait arrestuarit, si edhe Dorian Cilingari dhe Sheme Agaj, të dyshuar si organizator dhe bashkëpunëtor. Operacioni antidrogi i koduar Black Scale u finalizua nga policia e Gjirokastrës në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponja, ndërsa hetimet vijojnë për kapjen e personave në kërkim dhe dokumentimin e plotë të rrjetit të trafikimit. Autoritetet greke goditën një band shqiptare që merrej me trafikun e drogës, duke dënuar 14 anëtar me burg. Krerët e grupit, përfshirë pronarin e kafenes Pimpelhof, Fatos M, morën 8 deri 10 vite burg, ndërsa të tjerët 5 deri 7 vite. Banda dyshohet se tregtonte drogë dhe armë nga kafeneja në lagjen Sihoek për t'i shpërndarë më pas në vende të ndryshme. Dy policë të infiltruar zbuluan aktivitetin kriminal duke u futur si klient. Prokuroria kërkoi arrestimin e menjëhershëm të 7 të pandehurve për rrezik arratisje ose përsëritje të veprës, ndërsa avokatët ngritën shqetësime për gjendjen e mbingarkuar të burgjeve dhe legalitetin e qëndrimit të klientëve në Belgjik. Gjykata urdhëroi arrestimin e menjëhershëm të 7 të dënuarve, ndërsa mbrojtja paralajmëroi apelim dhe kërkesë për lirimin e tyre. Një 40 vjeçar me origjinë shqiptare është arrestuar nga policia franceze pasi u kap me 38.5 kg kokainë më 11 nëntor të këtij viti në rrugën kombëtare 9 pranë qytetit të Bezir. Ai po drejtonte i vetëm një furgon kampingu të marrë me qira në Gjermani kur u ndalua për kontroll nga policia. Gjatë kontrollit të automjetit u zbuluan 35 pako kokainë të fshehura në dyshekun e çatisë së hapur të furgonit. Sipas mediave franceze, lënda narkotike e sekuestruar kapte vlerën e mbi 1.5 milion eurove. I arrestuari mohoi akuzat duke pretenduar se droga ishte futur në automjet pa dijenin e tij, ndërsa u thonte nga Spanja drejt Gjermanisë. Megjithatë, gjykata franceze e shpalli atë fajtor dhe e dënoi me 5 vite burg, ndalim hyrje në Francë për 5 vite dhe konfiskim të sendeve të sekuestruara. Në media janë publikuar pamjet e operacionit spektakolar të marinës franceze në Oqeanin Atlantik ku sekuestruan mbi 4.2 ton kokainë në anijen e peshkimit të Urania A. Aksioni u zhvillua në ujëra ndërkombëtare në bashkëpunim me DEAN amerikane, autoritetet greke dhe forcat speciale franceze, të cilat zbarkuan në bord me helikopter dhe dron. Gjatë kontrollit u zbuluan 138 pako kokaine të ngarkuara në det të hapur pranë Karajibeve. Anija e nisur nga Greqia dhe me ndalesa pranë Venezuelës kishte si destinacion Europën. Në bord ndodheshin 5 persona, mes tyre edhe një shtetas grek i njohur si Escobari grek, i dyshuar si organizator i një rrjeti të madh ndërkombëtar trafiku droge. Operacioni i koduar i Palos zgjati mbi një vit dhe çoi në arrestimin e 10 personave. Autoritetet thonë se rrjeti kishte fitime mbi 100 milion euro dhe përdorte struktura të sofistikuara për pastrim parash. Ania ndodhet e sekuestruar në Martinik, ndërsa hetimet vijojnë. 2 oficer të policisë rrugore dhe një person i tretë u vranë nga një shpërthim makine në Moskë. Ngjarja ndodhi në orët e para të mëngjesit në jug të kryeqytetit kur një mjet shpërthyes u aktivizua teksa policët ju afruan një personi të dyshimt pranë automjetit të tyre. Zona u izolua menjëherë dhe autoritetet po analizojnë pamjet e kamerave të sigurisë. Mediat ruse raportuan se shpërthimi u dëgjua rreth orës 1:30 të mëngjesit, ndërsa në vend ngjarje u pa një pranie shtuar policore. Ky incident vjen vetëm pak ditë pas vrasjes së një generali të lartë rus nga një bombe vendosur në makinën e tij. Autoritetet ruse kanë ngritur dyshime për përfshirje të shërbimeve ukrainase, ndërsa zyrtar pro luftës kanë kërkuar hakmarrje të shpejtë.